Na jena diaspor, na jena folk shit show. Na jena diaspor, na jena folk shit show. Folk. Na jena folk shit show. Na jena folk shit show. Na jena folk shit show. Full shit show. Jonas! Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show. Full ship. Mirëmbrëma, guten Abend alle miteinander. In ganze Schweiz, in ganze... Wir heute machen das Show in Deutschsprache, wegen diese Junge versteht nicht, Jonas versteht nicht. Heute wir machen das Show in Deutschsprache. Gut. Ist gut? Heute machen wir auf Deutsch. Also, Schweizerdeutsch? Schweizerdeutsch. Jawohl. Schweizerdeutsch. Jawohl. Also, guten Abend miteinander. Alles gut, alles klar, ja. Wunderschönen guten Abend miteinander. Mirëmbrëma gjithë shqiptarë vanë mban ku të që jeni dhe vazhdojmë me gjuhën më të bukur në botë. Natyrisht, sonde ju përshëndesim përsëri nga zemra e diasporës, nga zemra e Zvicrës në Lenzburg, në shtëpinë më të madhe dhe më të bukur që ka njohur historia e shqiptarëve diasporës në Folk Ship Show bashkë me kolegun tim Marash Pulej. Ekskluzivitet yjen nga diaspora dhe sonde do kemi mysafir për herë të parë ekskluziv në Folk Ship Show për të treguar dhe për të folur për tema të ndryshme, tema integrimi, tema shëndetësore dhe tema arti dhe muzike. Kështu që mos u largoni nga radio televizioni seni për ta shijuar edhe këtë mbrëmje sonde në Folk Ship Show. Kemi një mix të mirë sot. Absolutisht që i mirë. Sot do flasim për disa gjëra interesante. Realisht do kemi një zonjë dhe ftuar e cila punon në migracion samt në Argau. Përveç asaj do flasim pak edhe për një trajtim të plagëve pas operimit të dy gjinive, pa marrë parasysh se si trajtohet për të shëruar plaga pas operimit. Pra për këtë tema nuk jam kompetent unë për të folur Marash, mund ta kthesh Folk Ship Show mbar, lutem, edhe do flasi zonja që do kemi pastaj do ta bëjmë emrin publik pastaj. Më vonë mysafiri i dytë që do jetë, do flasim për muzikën pak. Për muzikë, po. Do këndoj do promovoj një këngë sonde për herë të parë ekskluzivisht në Folk Ship Show, një vajzë e cila jeton dhe vepron në Zvicër, edhe këtë s'po bëjmë publik përpara se me falendëru sponsorët tanë me Marashin. Vielen Dank, Komplexi Anesi. Der Anesi-Komplex in Makresch bietet auf 1000 Meter Höhe frische Luft, Ruhe und traumhafte Natur. Auf 80 Hektar erwarten Sie 50 moderne Villen mit hochwertiger Ausstattung, 24-Stunden-Sicherheit und kompletter Infrastruktur. Die perfekte Verbindung von Natur und Luxus. Vielen Dank. Ju ftoj të gjithëve, edhe lavdërimin e ftoj, edhe gjithë ju ftoj me u bë pjesë e fshatit turistik në Makresh, Anesi Kompleks më i miri. Shpinë tuaj bleni me porosi, me bazen, pa bazen, me pomë ndërmim mula, verë dhe dimër, si që kam thënë çdo javë, ja vlen me 700 metër tokë, 270 metër banim, kështu që boni pjesë e këtij fshati turistik në Gjilan. Faleminderit shumë Kompleks Anesi që jemi me Folk Ship. Danke vielmals, Dentfix. Ihr Traumlächeln in besten Händen. Modernste Technik, höchste Hygienestandards und persönliche Betreuung durch Dr. Fehim Haliti. Von Vorsorge bis ästhetischer Zahnmedizin, Dentfix sorgt für ihr gesundes, strahlendes Lächeln. Vielen Dank. Buzëqeshni mirë, bukur dhe sigurt në Dentfix, buzëqeshja fix, dhëmbët fix, venersat fix, kirurgjia dhe implantet fix në Dentfix në Prishtinë. Faleminderit shumë që jemi me Folk Ship Show. Momentalisht, po Marash. Herzlichen Dank, Care and Hair Fix. Ihre Nummer 1 für Haartransplantation. Mit modernsten Methoden bietet Care Hair and Fix natürliche Haarwiederherstellung auf höchstem Niveau. Jede Behandlung wird individuell geplant für eine einzigartige Haarlinie, volles Haar und neues Selbstbewusstsein. Momentalisht dhe vazhdimisht lider për mbjelljen e flokëve në Prishtinë është Care and Hair. Të gjithë shqiptarët, të gjithë ata që më shkruajnë privat në rrjetet e mia sociale, për ku është vendi për të mbjellur flokët është në Care and Hair Fix në familjen e madhe të Dentfix, ku teknologjia më inovative është në këtë klinik. Mjekët nga Stambolli më të mirë, familja madhe, fix dhëmb, fix flok, vetëm në Care and Hair Fix i mbjellni flokët tuaja pa efekte anësore me
makineritë më të fundit që ekzistojnë. Shumë faleminderit që jemi partner me Fol Ship Show. Danke Pristina Ticket. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Mos ndroni Pristina Ticket, fluturoni për Prishtinë nga Zyriu, nga Bazeli, nga Gjeneva çdo ditë javës dhe nga Prishtina në Zyrin, në Bazel, në Gjenevë çdo ditë javës. Kështu që Pristina Ticket më të mirët, më të lirët dhe absolutisht inkluziv, edhe kipeku, edhe ulsja. Faleminderit. Jeti mësuesi në këtë emision? Ti e vendos mësues. Ajt jeti Ke një qenë herë. mësues ti tash ti e vendos. Tash unë jam nxënësi. Unë jam mësuesi, ti je nxënësi. Sa për një... Nxënësit kanë ardhur për të bizile se janë bashkë kanë himra na këtë pit. Këtu mësues. Mara shpulaj. Këtu. Bravo. Ke ardhur i përgatitur? Përgatitur. Ke hëngër, ke pi? Mirë. Bukur shumë. Atëherë, nxënësi dashur. E para du të rish urt në klasë. E dyta do të bësh zhurmë. E treta do të mësosh çfarë të thotë mësuesi. Po mësues. Okej? Po, Për ndryshe do të ngel për vjesht. E nëse për vjesht nuk mëson, pastaj do të ngel përsëri. Po mësues. Po. Mos jeti pedagogu? Jo, a shef? Prandaj të kam sjell këtu i dashur nxënës me të mësuesi, nuk jam unë pedagogu. U jam pedagogu me d. Pedagogu. Faleminderit mësues. Se pas ka po ti ka kesh kjo pedagogu. Also, vazhdojmë orën e mësimit në Fol Ship në Mëso Ship. Forma e gabuar në gjuhën shqipe, pra këshillat e gjuhës. Atëherë, forma e gabuar në të shprehur në shqip është pedagogu me t, pedagogu është një shprehje e gabuar që zëvendësohet me formën e saktë pedagogu. Me d. Me d, pedagogu. Pra, është forma e saktë në gjuhën shqipe. Laju. Laju, vlla badush, laju, banejtush, laju, pra nuk është forma e saktë në të shprehjen tonë. Këta se kom ditë. Laju nuk është e jona. Pra, laju është e jona, por nuk është shprehja e dur. Nuk është korrekte ashtu. Nuk është korrekt, laju. Lahu. Pra, lahu. S'ka nevojë laju. Nëse gegrisht laju shkon më shumë, po realisht në gjuhën letrare shqipe është lahu. Ekzistencë Me g. nuk është e saktë. Ekziston, g-ja bjen poshtë. Nuk është forma e saktë shprehja ekziston në gjuhën shqipe. Të dashur nxënës dhe i dashur nxënës marash, E çish duhet më thanë mësues? Ek. ekziston. Me k. Ek, mos kesh ti. Ekziston. Gjatë po kesh kënë Po nxënës. këm tranoj më shkën nxënës. O ti nxënës, apo rrej vërta se të kolla, po të kallzoj. Mos ma kthe marr kamerën prej meje. Ai të nedur. Ngjas për jashta. Drejtor. Dënoje pak mësues. Drejtor. Dënoje Njën pak. kom, çon njën kom shpejt në razet. Gati tu. Forma e gabuar përsëri në gjuhën shqipe që është kanë dalur. Kanë dalur. Kanë dalur është shqip. Pra në qoftë se folasim tash ka dal betimi të bë zhurmë aty. Në qoftë se themi kështu për shembull, Po. kanë dalur të bë zhurmë, Po. është e gabuar. Po duhet më thanë ka Mund ta dalë themi betimi me kanë boshur. dal të bë zhurmë që aty na Po. tërheq vëmendjen neve mos me bëj emisionin e mirë. A e kupton? Pra domethënë hiqet kjo kanë dalur dhe vjen shqip forma saktë kanë Kanë dalë. dalë. Bukur. Edhe në këtë rast merr vesh edhe betimi. Shpresoj që po. Forma e gabuar në gjuhën shqipe përsëri është të mua. Te mua. Do vish të mua son dhe pimi got? Ka njerëz që thonë ashtu? Ka shumë, Çka në s'ka? Shqipëri përdoret shumë kjo. Të mua Prima, është te po, mua? në Shqipëri është po. Te mua është shumë e përdorme, te mua. Tek unë, forma saktë është tek unë. Do vish son dhe pimi got tek unë apo do ami darkë tek unë. Pra forma saktë. Bjen tek mua nuk përdoret tek unë. Forma e gabuar i dashur nxënës Marashi është tjetra bukurit e tia. Pra bukurit e tia, nëse flasim për bukurit e betimit, që të marrim në qafë. Bukurit e tia është shprehje e gabuar. Po. Bukurit e tia nuk shojnë. Pra do të thonë bukurit e ti. Pra bukurit e ti është forma e saktë në gjuhën shqipe.
Ti ke 20 vjeç. Ti ke 20 vjeç, pra në qoftë se unë them ti më thu marash sa vjeç mendon që jam unë, më thu ti mu. Po. Unë them ti ke 20 vjeç. Pra Është është gabim. shprehje e gabuar, ti ke. Ti je 20 vjeç. Pra jo ti ke 20 vjeç. Ti je 20 vjeç është forma e saktë e të shprehurit në gjuhën shqipe. Forma tjetër është, shprehja tjetër në gjuhën shqipe e gabuar është nuk po ju haj kohë. Nuk po ju haj, nuk po ta han. Nuk po ju haj kohë në gjuhën shqipe është e gabuar. E sakta është nuk po ju ha, jo haj. Nuk po ju ha kohë. Pra nuk po ja konsumoj kohën. Po. Pra nuk po ju ha kohë është shprehja saktë. Për mua është kontribut i gjuhës shqipe, kjo që bën Autoriteti Mediave Audiovizive në Shqipëri, kështu që ne duar trokasim këtë bashkëpunim. Pavarësisht se si ne e sjellim tek publiku, pavarësisht se si e servojmë tek publiku, është mirë që t'i marrim seriozisht tek këto që mos ta deformojmë gjuhën shqipe. Patjetër. Tash i marash erdhi momenti i mysafirit parë që ta kemi në studio. Është zonja Remsie Jakupi, e cila Remsie. Resmie. Gabim, a shef, pra ne kena hyrë në klasë parë me mësu gjuhën shqipe për fillimit. Resmie Jakupi, e cila do jetë sonte në Full Shqip Show ekskluzivisht për herë të parë.